Dashuria e tyre ishte e madhe, por ndarja erdhi në mënyrën më të keqe të mundshme. Po flasim për këngëtaren Teuta Selimi. Historia e ndarjes së çiftit me sherr në vitin 2024 bëri xhiron e mediave, e shoqëruar me tensione mjaft të ashpra. U desh ndërhyrja e policisë që situata të normalizohet, por ajo që bëri më shumë përshtypje në këtë kohë ishte fakti që dhe familja e Teutës nuk u pozicionua në anën e saj për ta mbrojtur. Që nga ajo kohë, jeta e këngëtares dhe ish bashkëshortit të saj kanë marrë drejtime krejt të ndryshme. Teuta jeton e vetme në Prishtinë, ku vijon dhe karrierën e saj artistike, ndërsa ish bashkëshorti jeton në Zvicër së bashku me 2 djemt të çiftit. Por pas gjithë asaj suhie që kaloi çifti së fundmi, duket se po përballen me një proces tjetër që i ka sjell akoma më shumë përplasje. Duke ditur se nuk ka më kthim pas, ka filluar dhe procesi i ndarjes së pasurisë së çiftit. Ato kanë patur përplasje të mëdha në gjykat në lidhje me mënyrën se si do të ndahet pasuria, ndërkohë që Teuta ka shpërndar shpesh mesazhe të koduara indirekte në rrjetet sociale, duke konfirmuar se kjo është një periudhë mjaft e ngarkuar emocionalisht për të. Këngëtarja publikoi një status të ashpër ku thekson të prerë: "Nuk ja vlen as më ushty me ty", duke i cilësuar njerëzit që e kanë zhgënjur si njerëz të pavlerë që vetëm marrin frymë dhe nuk kanë asnjë peshë njerëzore. Pritet për të parë vendimin e gjykatës se çfarë do të vendosë për ndarjen e pasurisë dhe deri në momentin final duket se përplasjet dhe mosmarrëveshjet nuk do të mungojnë mes çiftit të ish bashkëshortëve.